vajza, sërish me një tjetër video. Sot do të bëjmë një video Get Ready With Me. Me pak fjalë bëni gati me mua, sepse pas pak do dal. Dhe ja pse më shikoni kështu pa make-up, pas një gjë fare. Dhe filloj me njëherë me kremin hidratues. Unë përdor këtë kremin këtu, Lockerber, i cili është një krem që heq yndyrën, pra ndihmon domethënë të bilancoj yndyrën e fytyrës, pasi mua gjatë ditës domethënë në pjesën, sidomos në pjesën këtu përpara, më yndyroset, prandaj. Por nuk bllokon poret dhe gjithashtu hidraton. Dhe këtë e kam bler në Herboristerie, në ato dyqane domethënë që shesin produkte bimore, dhe ky është natyral, domethënë si krem. Mundohem të bëj shpejt e shpejt sepse nuk kam shumë kohë, edhe gishtat i kam pa lyer. Domethënë i kam të lyer por më janë prish. E bukura e këtij kremi domethënë është se thahet shumë shpejt. Megjithatë do pres pak minuta para se të vendos fondotintën. Si fondotin po përdor këtë të markës Sobio, e cila më ka mbaruar dhe po e marr me gishta duke shtrydhur. Edhe kjo fondotin domethënë është natyrale, biologjike. Dhe e aplikoj me duar. Edhe pak dielli ndërkohë dhe ka më shumë dritë. Tani është radha e korektorit. Përdor këtë të Kikos, Natural Concealer. Si që shihni është një truk domethënë në përdita, nuk po ngarkoj më tej me korrektor. Dhe tani i vendos pak pudër. Tek zonat ku vendosa domethënë korrektorin për puçrat, e presoj domethënë në këtë mënyrë. Flokët e mia sot, o zoti ma. Në fakt nuk e di se si do t'i rregulloj. Tani është momenti i syve dhe po përdor në fillim këtë si tip baze të markës Neve Cosmetics. Se nuk duket gjë fare, po është një bazë shumë e lehtë. Në fakt përdoret edhe për mix për të bërë puskuqe. Shumë e lezetshme, domethënë. Më falni për zërin tim kaq të ulët, se zakonisht e kam shumë të lart. Tani do filloj të aplikoj në harkun e syrit një mix midis këtyre dy ngjyrave, pra kësaj
është një kafe e hapur, kjo, megjithëse këtu është më duket shumë e hapur. Dhe kësaj këtu ngjyrës vishnje. Dhe më të aplikoj këtu. Tani po shkoj të marr këtë ngjyrën në krem, që po thoya më përpara. Është kjo këtu e Wycon dhe është një ngjyrë roz, shumë e lehtë, do të thënë ngjyrë roz antike. Dhe është në mus dhe aplikohet shumë fare lehtë me gishta. Duke mos marrë shumë, pra duke marrë vetëm pak na pak, sepse nëse merrni shumë nuk keni mundësi ta punoni mirë, domethënë. Si thahet shumë shpejt. Pra mundohuni ta bashkoni me këtë ngjyrën që vendoset në fillim. Tek pjesa poshtë do të shkoj të përdor lapsin e zi. Të krijuar, domethënë, një gjysmë eyelineri. Tani po shkoj të vendos, ta fiksoj me këtë ngjyrën këtu të zezë. Goca po e vendos edhe eyelinerin. Përthyej qërpikët. Vendos maskarë. Okej. Mbaron te pjesa e syve dhe tani do të bëj pak vetullat. Është momenti të bëjmë pak contouring, një konturim shumë i lehtë. Me të njëjtën penel aplikoj këtë blushin këtu
një roz shumë e lehtë. Vendos një buskuqe në ngjyrë kafe, është këtu, është i markës Essence dhe quhet Barely There, numri 06. Po më përpara do t'i bëj pak do t'i bëj konturë, do më thënë buze. Truku përfundoi vajza është këtu. Dhe tani do të rregulloj pak flokët sepse i kam. Përpara se të përdor pjastër, domethënë, po përdor këtë solucionin në mënyrë që mos më dëmtojnë flokët. Ky quhet styling spray protezione kalore, do të thënë mbron deri në 220 gradë dhe është e kësaj marke këtu. Se pastaj shumë prej jush më pyesin dhe do bëj pak disa shprehje të vogla, domethënë. Vajza, kaq ishte për sa i përket kësaj video, shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video Get Ready With Me dhe neve shihemi në videot e radhës. Mirupafshim!